Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, si që bëra me dje për para publicitetit. Në këtë momente do të diskutojmë për shtëpinë më të famshme të shqiptarëve. Big Brother VIP5 ka gozhduar që në ditët e para shikuesit të si kundër pritej në fakt të vijon të thyej rekorde shikueshmërie. Por çfarë ka ndodhur, si e kanë prezantuar veten banorët në këto ditë të para, kanë dalë në pas strategjitë e tyre të lojës. Kam kënaqësinë të kem në studio për të diskutuar. Do ta nis me zonjushën e vetme në studio, Dea Toçi, avokate. Mirë se erdhe. Mirësevgjete, faleminderit. Po ashtu kam kënaqësinë të kem në studio Xhimi Beqirin, kurator imazhi, mik i njërit prej banorëve, ta themi, i mirit. Mirë se erdhe. Faleminderit, kënaqësi jemi. Po ashtu edhe Albi Buzali, ish konkurrenti për Pusen. Përshëndetje, mirë se erdhe, ndjekës më duket i çdo momenti, çfarë ndodh aty hap pas hapi. Po, le të themi ashtu. Dhe si të duken banorët në këto ditë të para? Secili ka një karakteristikë të veçantë, ka një tip parë, por në këto ditë të para mund të shikosh, mund të ndjesh nuancat që kanë me njëri tjetrën, domethënë kanë edhe të karakteri, dikush janë sa pozitivat, sa janë vere shumë neutral. Disa merren me punë që nuk i përkasin, disa thjesht duan të jenë pjesë e një diskutimi konstruktiv. Por, ka një dinamik, dhe unë mendoj që në ditën vazhdim, dinamika do jetë dhe më e fortë dhe më e bukur. Kam patur sa flirtime midis konkurrentëve, por nuk e di nëse janë me vërtet flirtime. Nuk mund të shkoj dot. Aq shpejt kanë nisur? Po tani një pash për shembull pash Mirin që filloi duke i përkëdhel një konkurrente flokët. Ka dy djem me emrin Miri. Miri West Side Family. Okej. Mendoj që ky kam një potencial shumë të madh, ndoshta edhe një mentalitet fituesi, por duhet ta zbuloj akoma më shumë, duhet ta tregoj akoma më shumë. Mendoj që Miri është një nga konkurrentët më të fortë për momentin, sidomos në të dy ditët e para. E qartë. Dea, si i ke parë konkurrentët në këto ditë të para? Duhet ta them për të qenë e sinqertë që kam ndjekur Prime-in nga fillimi deri në fund. Ka tentuar ta marrë rolin e liderit. Nuk është se i kam ndjekur rregullisht këto ditë në vazhdimsinë e tyre për shkak edhe të mungesës kohës, por pritshmëritë e mia jo në këtë Big Brother, në çdo Big Brother nuk janë shumë të larta në fillim, sepse mendoj që duhet pak kohë që ata të arrin të kuptojnë vetë njerëz se ku janë dhe më pas kuptojmë neve se koha ka treguar që jo kushdo që hyn me hov të madh ka pastaj vazhdimsi, nuk po flas për fitues, jo se jo shumë herët, por që të kuptohet që do dominojnë në lojë. Pra mendoj që ata vetë duhet kanalizohen, të njohin njëri tjetrin dhe më pas të arrit të kuptojmë neve se ku janë ata. Xhimi, si po e sheh mikun tënd në këto ditë të para? Duket ka dy mbështetës këtu të Mirit. Pjesërisht mbështetës i Mirit. Për mua është një person tjetër që e ka timonin e Bikut për momentin. Cili ishte ai? Jo, është ajo. Ajo? Është ajo, por le të flasi për mikun e tij. Ndalemi gjërësisht tek ajo. Xhimi? Unë them Gjikja, siç e thrasim ne Gjikja ka hyrë me strategjinë e vet, siç ka hyrë, akoma është në atë pjesën e vet që do zhvilloj gjithë banorët mirë. Është strategjia e Mirit kjo. Me sa e shohesh akoma perfekt. Ka hyrë në hyrje zjarr në lëvizje. Nuk ka është akoma siç duhet, se normale, gjithë kanë emocione, gjithë banorët që kanë hyrë. Çdo lloj profesioni që kemi ne, kur bëhet fjalë për kamera të penalizon. Por me sa e njoh Miri ka hyrë në atë. Ka tentuar ndonjëri për banorëve të marrë rolin e liderit këto ditë gjatë spektaklit, në momentin që hynin, pati një përpjekje të Brenozit, që i shoqëronte për ndarë krevatët, në fund u rrëzua e gjithë përpjekja e tij. Sepse Brenozi është emocional, tip që për hir të moshës që është pak më i rritur edhe ka tentuar që t'i marrë banorët për dorë të gjithë, por ja penalizoi Miri tjetër. Po, kur hyri konkurrenti tjetër, domethënë e aprishi pak entuziazmin i Lirit. E reflektoi. U mërzit. Ai është si pak a shumë, ai është një person i popullit. Dhe ka ndikuar kjo edhe në ditët e tjera? Mendoj që jo, por ka treguar një pjesë më të fortë i Lirit, sidomos karshia atij personi dhe karshi konkurrentëve të tjerë. Por ky Big me çfarë unë kam parë, edhe kam konstatuar që ka një perceptim, goca të forta. Janë goca të forta, domethënë kanë prezencë edhe përgjigjet kanë të mpreta. Për shembull, në shumë komente ne kemi, jo ne kur flasim edhe në vend të popullit, ne kemi paragjykuar Brekenën, por po ta shikosh edhe po ta dëgjosh, ajo ka një përgjigje shumë konkrete për ato çfarë thot, por është një thik me dy presa.
sepse nëse shohim Brekenën Ishte një deklaratë e saj për gjuhët që njihte përveç asaj, jo nuk ngelen, nuk e vetëm bëri të njohur të paktën përpara se të hynte në shtëpi në Shqipëri. Pikërisht, po prapë gocat e sotme janë më të preta se gocat që janë më herë. Patjetër. Të zgjuara më të shkatha. Një vajzë Po i marrin frerët e drejtimit të shtëpisë deri tani? Mendoj që ajo i ka marrë, sepse për çdo portal, çdo pjesë flitet për Brekenën. Edhe ajo dhe në bisedim me Mirin apo me të tjerë konkurrent, ajo ka qenë një si punë lideri. Domethënë ka një prezencë autoritare që njerëzit i bëjnë që edhe të tentojnë të përshtaten, por edhe shmangin. Për shembull, kemi një konkurrent tjetër që është Angelo i themi. Angelo, po. Sado që ai të flirtoj prap stepet mbrapsht, sepse e shikon që ka, domethënë Brekena ka një prezencë autoritare ndaj tij. Pse pati një përpjekje të Angelos në raport me të? Ka patur disa përpjekje, dhe ajo mund të jetë vajzë e paraqitshme dhe patjetër një person tjetër do dojë të flirtojë, është mësë normale. Angelo është beqar, kështu që. Dea, se dim këtë, kështu u prezantua. Dea, si ke parë vajzat në këto ditë? Dominante, ashtu si që janë edhe jashtë shtëpisë, domethënë, kryesisht është gjini më dominante se djemtë edhe jashtë. Pavarësisht se nuk duhet nxitohemi, sepse ndoshta kanë edhe atë sharmin, kanë elegancën, kanë bukurinë që duhet ta themi, ishte më e lartë në nivel se ajo e djemve, pra jo vetë se më të shkatha dhe më të zgjuar nuk mund ta them se shumë herët. Kishte vajza kryesisht dhe më të bukura, pra nuk e di, ndoshta mosha ishin pak më të reja, ke djemt nuk di ta them pse ndodh kjo, kështu që ndoshta për hir edhe të bukurisë së tyre, edhe të mënyrës se u paraqitën në prime, të kuruar në detaj, mund të jetë edhe kjo që i ka bërë të bien në sy më shumë, domethënë, sepse po të rikthehemi në kohë, fituesit kanë qenë kryesisht djemt, burrat. Kështu që nuk dua të jetë edhe në këtë herë. Albin, analizën e tij shkoi për te i paraqitjes, sigurisht. Jo, unë kam studiuar dhe strukturuar edhe përgjigjet e secilës konkurrente dhe të katra, le të themi, 5 vajzat që janë aty i kanë përgjigjet e mpreta. Edhe në çdo moment mund të plasi, domethënë, një debat, një argument, edhe do jetë shumë Pra garën e kemi me zgocave këtë radhë, apo? Po, unë për momentin deri tani po. Megjithatë, ditët e para nuk tregojnë domosdoshmërisht se si do të vijojë. Gocat janë më zjarr, kur ndezin gjithë bisedën, më thash, por pjesa është që do t'ja